A ka qenë gazi në herë gjatë karrierës tim pozitë vështirë, pozitë rrezikshme? Po. Kom pas dikon pozitat rrezikshme kom pas shumë herë. Aksidente kom pas dikon 2 ose 3. Kom aksidente. Po flasim pak më të mëdha, jo shumë mëdha. Okej. Në Mbrezovic, im kon të dosh më bëni rezultat mirë, në trening, ku më ka prek rrota e bolidit, me bolid për flas, më ka dorë rrota e bolidit jashtë, dhe ka prek gurin, dhe komplet veturën më ka sjell, dhe e më rrok për bankine. Ku ka qenë bankina, 3 metra ma poshtë, u kon pa bankinë, ku mujtë me dalë për rrugë dhe me shku në lisa komplet direkt, edhe është konë rrezik edhe për jetë. Edhe në kull kom pas edhe aty. Kulla pjesa e malit zi? Po, pjesa e në kufi me malin e zi? Po, në kufi me malin e zi, është për radaf, apo si thirët aty. Edhe aty kom pas një aksident. Edhe aty o tereni shumë keq. Po, është aty. Zamër, se ndryshon moti poshtë e nalë. Po, aty është një ndër pistat më të rrezikshme të kampionatit Kosovës, ku u konë edhe pjesë e Central Europe Zone, e CEZ-it, ku jam konë të bo garë me atë hungarezën, është Laszlo Saz, edhe ai ka qenë një kategori më të madhe mirë, po në tënë kohën jam shty me ta. Unë një gare ku mujt, një gare më ka mujt. Aty ishte në pyetje për me luftu për një rezultat të mirë, edhe shkova në limit, edhe pota, një aksident ku jam rrok, jam sjell, jam drejtu, edhe jam dal, edhe kam dal i treti pe gjithë garuzë.